Rënja e temperaturave dhe rreshjet e para të borës kanë zbuluar mungesën e ngrohjes në disa shkolla të kryeqytetit. Në Prishtinë, në shkollën Pavarësia, ani pse aktualisht pa ngrohje, thonë se kushtet janë të përballueshme. Kur kom dalë për shtëpisë u kanë shëftoft, kur kom hi në shkollë u kanë pak më nxehtë, po në klasë u kanë tamam. Brenda shkollës nuk ka qenë ftoft për arsyen se kur kam hyrë në brenda kam pasur ftoft, por pastaj kur kam hyrë në klasë jam nxehur me ndjerë dhe jam ndier më mirë. Këto temperaturat janë të larta, madje pak më të larta ndoshta krahasu me kohën që merr ftoft jashtë se sa që duhet. Sot nuk ka pas asnjë ankesë as prej fëmijëve as prej prindve. Drejtori i shkollës pranon se aktualisht nuk ka ngrohje, por paralajmëron masa alternative nëse i ftohti vazhdon. Jo, nuk kemi në ngrohje në këtë kohë, pasi që duke datë zyrtare termokosit kur lëshon nxemjet për të tjerët dhe për neve, po ashtu është data 15 tetor. Po natyrisht nëse kjo kohë do të vazhdojë më tutje, atëherë neve detyrohemi që të ndryshojmë masën duke dhe gjeneratorin, po prakisht duhet me siguru edhe në ndjekëse të naftës. Dhe kështu që do të kalojmë atëherë në atë mënyrë të ngrohjes, apo mbase edhe termokosi do ndryshoj datën. Ndërmarrja publike Termokos ka paralajmëruar se për shkak të përkeqësimit të motit gjatë ditëve të ardhshme do të nisë furnizimin e jashtëzakonshëm me ngrohje për të gjithë konsumatorët. Në njoftimin e Termokosit theksohet se tashmë janë finalizuar përgatitjet për fillimin e furnizimit me ngrohje përmes ngrohtores së QKUK-s për nevojat e klinikave. Në njoftim thuhet se kompania po e përcjell me kujdes situatën meteorologjike dhe është në koordinim me KEK-un për të garantuar gatishmëri të plotë. Megjithatë, pavarësisht temperaturave, për nxënësit nuk mungoi argëtimi. Pas përfundimit të mësimit, ata shfrytëzuan oborrin e mbuluar me pak borë për lojra.